Një dietar tjetër sa bukur e thot. Thot unë lutem, disa prej lutjeve të mia pranohen, po disa dhe nuk pranohen. Thot besoni që unë nga njëherë gëzohem shumë kur nuk më pranohet lutja se sa ajo kur më pranohet. Pse? Tash subhanallahu e kanë pyet, po si ka mundësi se njëri kur të bën doan, e bën doan për mu pranu. E pse ti mu gëzu për atë që s'pranohet? Ai thot gëzohem se Allahu Dhul Xhelal e din për mua hallin tem. Nëse ishte e mirë për mu pranu, do të më kishte pranu. Po ajo nuk e e mirë për mu, prandaj dhe s'ma pranoj. E kur ma pranon Allahu lutjen, unë nuk e di a ma pranoj që jam burr i mirë, apo ma pranoj që me më sprovu që ja ku e ki ato që po e kërkon, hajde ti tash çfarë po bën për mua. Prandaj edhe atëherë kur nuk pranohet lutja, subhanallahu ky gëzohet, se thot nuk pas ka qenë ke e mirë për mua. Prandaj Allahu nuk ma dha këtë që e kërkova prej tij.